Unë sa po vi nga universiteti, isha mësim, dhe para një 2 ditësh ishim në një takim që flitej për emigracionin. Dhe sigurisht, siç është bërë normë shoqërinë tonë, ne flasim emigracionin duke parë si simptom pa u marrë kurrë me shkaqet. Dhe aty në takim thash diçka që dua sot ta them pak me të madhe edhe ta kumboj këtu në këtë shesh për këta njerëz kurajos që kanë lënë tërë punët e tyre dhe kanë ardhur këtu për të ringritur shpresën dhe për të vënë qytetarin në zemër të sferës publike. Ajo që thash pak a shumë është kjo: secili nga ne kontribon për mirë apo për keq për ta ndaluar apo për ta prodhuar emigracionin. Si mund të kontriboj një pedagog universiteti për ta ndaluar emigracionin? Duke i dhënë studentit respektin për profesionin, për dijen, për institucionin dhe për veten e vet. Secili nga ne ka mundësi që në mikrosferën e tij, me familjen e vet, me shokët, me miqt, të bëjë këtë punë e cila duket e vogël, duket e parëndësishme, por që realisht përgjigjet në fakt për atë që ka nevojë Shqipëria sot. Dhe këtë punë unë e shoh, meqense kam qenë në takime të vogla, Lëvizja Bashkë po e bën për mendimin tim mënyrën më dijetetshme dhe më të vërtetë. Isha tek takimi 107, u takuam me disa qytetarë atje, besoj se duhet ketë edhe këtu. Dhe të gjithë janë i farkuptimi në një situatë pritjeje, një situatë sigurisht dhimbjeje, por duan një shtys, ka nevojë për një goditje, ka nevojë për një shpresë. Dhe mendoj që këtë shpresë mundet ta arrijmë vetëm kolektivisht, nuk mund ta arrijmë dot në mënyrë personale apo nga televizioni. Ndiqni pa ç'bëhet në televizion. 500 orë transmetime protest, 700 deklarata, takime me ministra që me mandat arresti, mbyt opinionin publik me aksione që bëjnë perëndim. Jemi marrë norta një 8 orë dje se çka në përmbajtje ajo marrëveshja e Trumpit dhe ajo komiteti famshëm, pra jemi duke mbytur opinionin publik me lajme, me informacione që nuk kanë asnjë lidhje me interesin e sotëm. Ne jemi në situatë ku realiteti po na rrëshket nga duart. Ne jemi në realitetin ku po na e televizojnë ato që ne duhet të bëjmë praktikisht. Prandaj mendoj që është momenti që secili nga ne të bëjë një lloj pastrimi, të bëjë një lloj krehjeje të gjithë kësaj zhurme mediatike, të gjithë kësaj rrumpalle mediatike dhe të filloj të shikoj me tjetrin, të filloj të shikoj tek komuniteti vet, tek lagja vet dhe mbi gjitha të shikoj çfarë mund të kontriboj si qytetar dhe jo thjesht si individ. Ndaj, unë sot doja ta përqendroja këtu, duke folur për eksperiencën time universitare, di vetëm që të tërë ata studentë, të cilët një ditë i kanë thënë vetes tyre gazetar, kanë qoftë dhe flirtuar minimalisht me atë që është e vërteta e jo vetëm e profesionit, por edhe ekzistencës tyre, sot unë ato i shoh në punë, i shoh në profesion, i shoh duke drejtuar media, i shoh duke u përplasur me pushtetin, i shoh duke i dhënë zë të pamundurve dhe njerëzve në nevojë, dhe për mua ata janë shembulli për cilën ja vlen me lufton. Kjo është politika. Politika nuk është thjesht zanati i politikanëve, por politika është zanati i atyre që ngrenë shpresën dhe arrin të rrogjin të vërtetën dhe ta shpërndajnë. Faleminderit.